atëherë momenti më kujtohet shumë mirë sepse domethënë gjithë procedura në momentin derisa ta pranoj ose si të rregullohet procedura për ata që kujtohen para se të arrin domethënë kombëtarën e kam pas një problem domethënë sa i përket pasaportës shqiptare, sepse në atë kohë ne domethënë ne shqiptarë nga Kosova kishim pasaportit i një shteti fqin që nuk e duam dhe nuk po du me thonë emrin, dhe atëherë kishim një njëjtën kohë kishim pasaportën e Zvicrës. Dhe aty procedura ime ishte shumë e gjatë dhe pastaj më humbi 3 vite domethënë larg kombëtare sepse nuk e zgjedhnim. Domethënë për ta kem pasaportën e Shqipërisë ka qenë shumë kohë e gjatë. Dhe gjithë procedura u avancu në momenti kur edhe De Biasi atëherë u afrua tek Torino, kur isha në Torino atëherë dhe u avancu shumë shpejt sepse dorim që unë të jem pjesë e Shqipërisë sa më shpejt. Edhe më kujtohet shumë mirë sepse pavarësisht që ka qenë shumë kohë e gjatë, unë kam marrë domethënë dritën e gjelbërt, jeshile si të them, pak kohë para ndeshjes me Norvegjin që ishte në mars 2013. Edhe gjithë ajo kohë ka qenë pak si stres sepse nuk e dinim në asnjë moment kur do të ishte vërtet drita e gjelbër për që unë t'jam pjesë dhe kemi marrë disa ditë para kësaj ndeshje dhe realisht që ishte domethënë marsi 2013. Dhe nga ajo moment pastaj kam qenë pjesë dhe realisht u hapën dyert për të çuna nga Zvicra që vinin pastaj në kombëtare. Besoj që gjithë e dim sepse momenti kur ka përfunduar ndeshja në Armeni dhe ajo na dha si ta them hyrje në Europianin 2016, besoj që ka qenë momenti më i mirë. Pavarësisht që 3 ditët para Armenisë kanë qenë shumë stres i madh sepse kemi humbur kundër Serbisë në Elbasan. Ndeshja ka qenë në Elbasan dhe kemi humbur dhe pastaj ishte diçka më e vështirë sepse ishte shumë diçka e rëndë për ne me humbur kundër Serbisë dhe pastaj momenti kur mbaroi ndeshja në Armeni, besoj që ka qenë shumë një gëzim i madh për gjithë, sepse edhe ishte hera parë. Dhe besoj se në atë moment askush nuk e pristi që realisht Shqipëria të jetë e dyta në grup pas Portugalisë, sepse kemi qenë vërtet me një grup shumë të vështirë, kështu që ka qenë shumë gëzim i madh. Më e vështirë sa i përket rezultatit, unë e thash kundër Serbisë kur kemi humbur në Elbasan 0-2, sepse ka qenë momentet e fundit. Ne realisht besoj gjithë kemi menduar që rezultati do jetë 0-0, pastaj e psuam një gol në kundërsojmë dhe na humbi edhe pak shpresat. Dhe ka qenë momenti më i vështirë besoj sepse edhe plus kemi humbur kundër Serbisë. Realisht që ne kemi pas gjithmonë probleme me atë popull. Atëherë pengu më i madh është besoj fakti që e kam vendosur të largohem nga kombëtarja disa muaj para stadiumit të Albania. Edhe nuk e kam pas atë fatin që të jem pjesë, domethënë ta bëj një ndeshje, sepse realisht kur e shef ti ndeshjet sot në televizion ose ato ndeshje që kam pasur direkt nga stadiumi është një moment shumë i mirë dhe atmosfera është shumë e mirë, pavarësisht që atëherë unë kujtoj me shumë madh dhe momentet kur kemi qenë në Malstofa, dhe atëherë ka qenë atmosfera super. Po besoj fakti që nuk kam lodhur ndonjë ndeshje ndoshta në stadiumin e ri, ajo është pjesë përndryshe gjitha momentet që i kam pasur deri gjithë karrierës sa i përket të kombëtarja kanë qenë super. Atëherë përshkrimi është shumë i shpejtë sepse ta thash edhe ne kemi pas shumë stres në ato ditët para ndeshjes sepse humbja me Serbinë me gjitha e bëri që nuk ishim të qetë. Dhe edhe në fillim të ndeshjes u ndjemi një herë sepse Armenia ka pas raste për të shënuar. Domethënë momentin në fillim nëse shënon, pastaj bëhet problem i madh. Edhe realisht e kemi pas fatin që pastaj bëhet 0-1, 0-2, 0-3 në pjesën e dytë dhe ajo bëri që na të lirohem dhe realisht ta kem atë gëzimin për Evropian. Krenaria e madhe sepse vullneti ishte ato momente të mira të karrierës, domethënë si thash edhe kam qenë ndoshta pak a shumë i pari që ishte lojtari që vinte nga Zvicra dhe pastaj u hapën dyert, erdhi vullneti, erdhi pastaj edhe Amir Abrashi, Taulanti, Arlinda Jeti, si gjithë ishte krenaria e madhe. Po fatkeqësisht kishte probleme pastaj dhe karriera doli ndryshe se sa u mendoj sepse është vëlla dhe gjithmonë mërzitem për shembull një person familjar, kështu që fatkeqësisht nuk i shkoi si duhet, po prapë një ndeshje me fitore nëse s'gaboj. Ka qenë fitore 2-0. A është ajo ndeshje? Me Armenin, po. Domethënë ka filluar mirë, ka mbaruar mirë dhe u largu, kështu që prapë jam krenar. Emocionet kanë qenë ndryshme. Se në momenti kur ishim në listën sa i përket përgatitjeve në Austri,
ishim 27 lojtarë. Pak a shumë 27 nëse kujtohet sakt, sepse në fund përgatitjes 3-4 lojtarë deshin më largu sepse lista përfundimtare nuk dije ende. Edhe realisht ka qenë stres, po jo vetëm për mua, po ka qenë besoj për gjithë, sepse nuk i kishim sigurt kush do ishte në listë. Edhe ai më ka qenë ndoshta i vështirë, sepse ta bën stresin e madh. Gjithçka në momenti kur ke stres edhe sillet ndoshta janë më ndryshe me njëri tjetrin, por realisht ne shqyr zotit nuk kemi pas problem me njëri tjetrin, domethënë aty në përgatitje. Momenti kur doli emri që është okay, është një, si ta them, një shpërthim edhe ajo është gëzim, ka qenë gëzim. Pastaj ndeshjet me, domethënë me Zvicrën, me Francën, nuk kam qenë titullar, po prapse ndeshjen e fundit kundër Romanisë kam pas fatin të jem në fush dhe në atë moment ndodhi edhe fitoria. Edhe pastaj edhe ajo ka qenë shumë pjesë, domethënë interesante dhe pozitive për ne, sepse edhe aty kemi bën një fitore që realisht pas asaj fitore nuk i dinim ende a kemi shansa për të kualifikuar pastaj ose do prisnim rezultate të tjera. Po pavarësisht asaj ka qenë një eksperiencë shumë e madhe dhe shumë besoj e mirë për ne 2016-s. Nuk e ndroj, sepse besoj gjithmonë për hera parë është diçka emocion shumë më i ndryshëm për një shtetësinë, sepse realisht ishte hera parë dhe si e thash edhe më herët, ne ndoshta nuk kishim në fillim, para se të fillojnë kualifikuesit, nuk kishim shansa, se besoj gjithë thonin okay, Portugalia, Danimarka, Serbia, pastaj Shqipëria dhe Armenia. Dhe realisht, pavarësisht çka ndodhi asaj, domethënë 3 pikë me 3-0 kundër Serbisë, ne kemi qenë një skuadër që kemi fituar në Portugali 1-0, kemi qenë një skuadër që kemi bërë 0-0 domethënë me Danimarkën atje, pastaj kemi barazu prapë me Danimarkën, kështu që nuk ishte e lehtë për kundërshtorin edhe për ne. Kështu që nuk e ndroj ta them drejtin, okay, rezultatet, kualifikimi, po dhe ai grup që ka qenë tepër i mirë, sepse besoj që angazhimi e ka bërë gjitha që ne të kualifikohem për 2016. E shoh shumë mirë, sepse në momenti kur i ke këto rezultate nuk është rastësi, po besoj që kjo punë që, domethënë, kombëtarja jonë ka rezultate pozitive sot, besoj që ka filluar shumë më herët, para shumë vite, edhe po shifet edhe e para është edhe infrastruktura që po rregullohet, domethënë, edhe gjitha kushtet, ne kemi pas kushtet edhe më ndryshe atëherë. Edhe po shifën rezultatet që vinë javash. Edhe se përket kualiteti lojtarëve, i ke lojtarë si Broja, si Aslani, Gjimshiti, domethënë në mbrojtje, më pëlqen shumë Mitaj, ta them drejtën, edhe që është mbrojtës i krahut, më pëlqen ajo qetësia që ka Mitaj, edhe ke edhe ti lojtarë, po i them gjitha emrat, që kualiteti është shumë i mirë sot dhe besoj që ka shansa për kualifikim. Ta them drejtën, e vështirë ta them, sepse shumë më të mirë janë tani. Janë shumë më të mirë se sa ne që ishim atëherë. Unë kam thonë edhe gjithmonë dhe besoj që faktin që ne kishim angazhimin, unë i përmendej çdo herë Andilila, Abrashi, Gjoka, Memusha, gjithë për sa i përket mesfushorëve. Ne besoj që kemi qenë shumë punëtor. Ndoshta kualiteti është shumë e mirë sot, nuk është kritik për tani, po flas unë si e kanë ndjetë domethënë atëherë skuadrën. Ka qenë shumë një skuadër punëtore. Tani kishim shumë kualitet dhe besoj nuk është e mirë të bën krahasime tani me një skuadër që para 10 vite, tani u bën 10 vite, kështu që është shumë ndryshe. Atëherë sa shanse me përqindje nuk mund ta them drejtën, po besoj që skuadra ka gjitha kualitetet për të fituar edhe jashtë. Atëherë do them e para është guximi. Unë shpresoj që atë ditë të jenë të gjithë në super formë dhe besoj që do jetë, sepse janë ndeshje, domethënë nuk ka dy ndeshje, domethënë është vetëm një ndeshje direkte dhe shpresoj që në atë moment të jenë të gjithë në formë, pavarësisht kush është titullar, pavarësisht kush është në pankinë, atëherë duhet me qenë të gjithë bashkë dhe të ketë synimi i njëjtë për të gjithë. E vështirë me përshkruar ta them drejtën. Ne realisht gjithmonë kur na takon dikush për shembull në qytet të Tiranë ose jashtë, prapë flitet ajo fjala legjend, por realisht mos më pëlqen sepse legjend është e tepër. Po besoj se me njën faktin që ke qenë pjesë e asaj skuadre që historisë është një krenari e madhe për ne të gjithë, sepse si kam thënë gjithmonë hera parë është më ndryshe. Ta them drejtën, jam shumë krenar që kam qenë pjesë e asaj skuadre në këtë momente. Sakrifica, besoj e para është sakrifica, pastaj disiplina. Nuk po i them se janë shumë, po besoj se sakrifica ne gjithmonë kemi pas sakrifica, unë e them gjithmonë se kushtet që kemi pas, domethënë më herët, jo që kanë qenë katastrofale, po besoj kanë qenë më ndryshe. Edhe kemi pas sakrifica, domethënë ajo është për mua baza.
Migjeni tani është bashkëpunëtor, domethënë punoj tek Lozana në Zvicër, është një skuadër në kategorinë superiore aty. Unë jam bashkëpunëtor në stafin e skuadrës sport, po ashtu kam një rol doppio domethënë me stafin e skuadrës Unisini, që është skuadra e dytë tek ne. Dhe domethënë bashkëpunoj me të dy, i bëj stërvitjet me të dy dhe pastaj i përgatisim stërvitjet, ndeshjet, gjitha jam bashkëpunëtor me të dy skuadrat. Atëherë, domethënë kursi që kam filluar nga B, A dhe pastaj po e bëj pro ka qenë shumë, si ta them, instruktiv, sepse në bazë të viteve që kemi bërë dhe ka ndryshuar edhe instruktorët dhe baza e saj edhe vlera e instruktorëve u rrit shumë. Unë tani kam fatin që kam për shembull Alban Tafaj dhe Starova që janë këtu, po dhe pavarësisht ajo është edhe tema tjera që kemi, si për shembull psikologun e sportit, pastaj tema nga komunikimi. Gjithë instruktorët që janë këtu me të vërtetë janë me vlera shumë të mëdha dhe është diçka që na ndihmon neve për të ardhmen. Atëherë emrin e kam marrë, domethënë Xhaxhaj ma ka lënë emrin. Ai Xhaxhaj fatkeqësisht sot nuk është, sepse në luftën e Kosovës është mbron nga policia dhe ushtria serbe atëherë, por kam marrë emrin nga ai, Migjeni. Emocion. Thash më herët, sakrificë. Debjazi. E vështirë, sepse unë kam lidhje shumë të mira me paka shumë gjithë, po me ata që kam pas, domethënë marrëdhënie në vitet e fundit me Etrit Berisha, Lorik Cana, pastaj para talente evropianin, Mergim Mavraj, këta tre kanë qenë që mi lidhë më shumë. Me Italin, humbja 0-1 në Shkodër, apo? Shkodër, po, Shkodër. Me Romanin evropian. Më fort. Këmbgulja është shtëpia ime.